Rikthehemi përsëri së bashku 14:53 minuta në këtë moment, sigurisht në shoqërinë e Sonit që na ka lumturuar jo vetëm shpirtin po edhe syt. Vazhdojmë me Nuk do vazhdojmë. Nuk do vazhdojmë. Ja, nuk do vazhdojmë. Pse? Unë e di që jeni nuk e na dëgjuar të shumë për këto momente. E di që na ndiqni çdo ditë. Për sot, edhe pikërisht tani, është një moment tepër i veçantë, delikat dhe shumë emocionues për mua personalisht, po besoj edhe për gjithë ju. Ndaj unë dua të gjithë vëmendjen tuaj. Bëhet fjalë për një dhuratë, për një surprizë, e cila ndodh për herë të parë në Shqipëri. Dua që të ndaj në fakt me ju historinë e një femre, e një gruaje, e një nëne, e cila pikërisht tani, në këto momente, po uston në një makinë bashkë me 2 fëmijët e saj. Vetëm 2 vite e gjysmë më parë, ajo u desh të përballej në mënyrë krejt të papritur me humbjen e njeriut më të afërt, pikërisht bashortit e saj. Ajo tani po na dëgjon, edhe ndoshta po mendon se kjo histori që ka ngjashme me të sajën, por unë jam duke folur pikërisht për historinë tuaj të dashurisë, Blerin. Për dashurinë midis teje dhe doktor Florit. Ne me të vërtetë nuk njehemi me njëra tjetrën, por unë, si mira admiruese të doktor Florit dhe si një kolege e tij, artist i madh, vlerësoj këtë mundësi për të të thënë diçka. Ti ke humbur njeriu që i dha kuptim jetës tënde, plotësinë dhe bukurinë e një ëndre të paharrueshme. Por me gjithë pikëllimin edhe zbrastin që solli ikja e Florit, vazhdo të ecësh në përshtektimet e jetës, me dinjitetin që e bën kujtimin e doktor Florit të jetë i gjallë. Dhe mos harro, edhe doktor Florit të mungon ty. I mungon Kaltrinës, që po rritet duke e kërkuar imazhin e babait nga do. Mund ta kesh ti dhimbjen të pankushullueshme kur sheh se si Kaltrina po rritet. Po Danieli, ky fëmijë i mrekullueshëm që të prek me shkëlqimin e syve, a nuk është edhe ai sikurse te Kaltrina një copës flori për ty? Një prekje dashurie që e bën edhe ditën më të pakuptim të plot kuptim? Dhe mos harro që besimi yt në Jezu Krisht, Perëndim, sikurse besimi i Florit e bën këtë udhtim që të mbështillet me një hap hyjnore. Dhe me një siguri të palëkundshme se një ditë në mbretërinë e përjetësisë do të jeni sërish bashkë. A nuk është rëndit se kjo, Blerin? Që të zgjohesh dhe të flesh me kujtimin e Florit në sy, duke e parë atë tek fëmijët tuaj? Blerin, e dim se sa shumë ka ndryshuar jeta jote që nga nëntori i vitit 2015, kur Flori na dha lam të mirën. E dim që mëngjeset e tuaj janë një luftë e vërtet, ku dita nis me vrape dhe mbyllet me po të njëjtin ritëm, duke menduar për sfidat e ditës tjetër. Humbja nuk pyet për atë që lë pas. Jeta vazhdon me po të njëjtin intensitet, ku përveç mungesës fizike, shpirtërore, është një jetë aty jashtë, e cila çdo muaj të thërret për faturat dhe detyrimet mujore që duhet të paguash. Shkolla e Kaltrinës, seancat e trajtimet për sindromën Down të Danielit, shtëpia e vogël ku jeton bashkë me prindrit e Florit. Për t'ju lehtësuar sadopak sakrificat e tua, Pajtoni Center, në nder dhe në kujtim të doktor Florit, ka dhuruar një kontribut prej 10.000 eurosh, e cila do të shërbejë për të paguar një pjesë të shtëpisë, ku Danieli dhe Kaltrina të kenë zonën dhe hapësirat e tyre. Dhe ndoshta ty tashmë do të duhet të vraposh më pak. Të duam shumë, Blerin, Katrin dhe Daniel. Alo? Po më dëgjon? Faleminderit shumë për surprizën, Juan. Na bët me zemër. Dhe të sigurojmë që nuk je vetmja që ishte me zemër dhe që po dridhej. Ua, të ishte kjo? Kjo ishte faleminderit shumë bekime. Kjo ishte një surprizë për ty, kështu që shpresojmë shumë që kjo ndihmë që vjen nga Pajtoni Center të lehtësoj sadopak në atë. Ua, shumë faleminderit. Ua, di çfarë. Julka, faleminderit shumë gjithë stafit ty për çdo gjë që bët. Ju duam shumë, Zoti ju bekoft. Ju përqafojmë shumë fort, edhe rrugtim të mbar, gjithë të mirat. Ju pusim fort.